Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur të përgatit peta të torteve, për ndryshe kore të torteve, çfarë do lloj filli që doni ju muni pra me bo mbrushjen super të shishme, super të lehta. Krejt çka ju nevojiten prej përperzve janë 2 vezë, një sheqer vanile, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, 500 gram me miell, si dhe një dozë kështu me qumësht të kondenzuar. Këta janë përperzit për përgatitjen e peta për ndryshe koreve për torte. Bismillah, i hedhim 2 vezë tek ena, shtojna një sheqer vanile, shtojna pluhurin për pjekje, shtojna këtë dozën që është me qumësht të kondenzum, i përzina tashti me tel të dorës pra i rohim. Përzina për ndryshe rohim pra gjithë shto përbes që i qitëm brenda të kene me tel të dorës. Për ndryshe këtu kuret nuk pjekën furr në tigan, pra shpejta edhe ti përbon të mira, plus ja vlen ti provoni o përgatit një torte pra. Për qefi, për ditëlindje në kolire, ja vlen me provu. I kemi përzit të gjithë përpersit, tash bismillah, morë 500 gram me miell. Edhe shkojna duke përzi brumin. Tek drasa tash qesim pak miell edhe e qesim edhe brumin, e ngjeshim edhe ndajna në kuleç. Ngjeshim brumin edhe i ndajna me njëherë pra kuleçt. Brumin e kemi nda pra në 12 kuleç. I rrëhullisim kështu si kuleçt e pites edhe ja vëna formën për më lakë i lojna unash. Bas ja u kemi dhënë formën, tash bismillah, pak miell qesim prap edhe marrim të hullusën e të lojna edhe korën e parë. Sa ma të holla, aq ma të mira bëhen pra koret për torte. Edhe përgatiten shpejt, edhe të freskëta, edhe kanë mirë knoq.
Tash e morëm këtë rrethën e tepsisë, çfarë do masie ju doni. Pra 26 cm, 28. Unë për marrë shto 28 cm. E prejna pra petën annash me thik, edhe i të të gjitha kështu. Jam petat annash. Ma sipër. Kështu me radhë shkojna 12 kulesht pra duke i të hollu t'ja qitë ka pak mirë që mos në gjitën edhe formën e tepsis ja do prerjen më ndaj. Petat i kemi të hollu 12 petat, tash e morëm tigonën edhe kom shu shporetin ploqen për ndryshe. Prej 9 në 4 nënzi edhe pa e lyme kur gjan tigonin i pjekun petat pra në të dy anë mirë. Bas 2 minutave, bismillah e rrotullojna petën në anën tjetër. Pra ka 2 minuta e pjeku, anena kënena, 2 minuta anena, 2 minuta kënena. E kemi pjek edhe petën e parë, tash ti e qesim anësh. Një tras edhe kështu vazhdojna deri në fund duke e pjekur të 12 peta. Edhe petën e para fundit e hekum edhe kryn edhe shnia pra kem. Unë e fillin jam t'ja përgatit si kurse tortës me 12 peta. Ashtu ma ka kërku vajza edhe ashtu të përgatiti 1 litër gjysmë qumsht, 200 gram çokoladë, 200 gram sheqer, 1 sheqer vanile, si dhe 250 gram kakao. E zinat ashtu kështu, si kurse pudinkun, derisa të fillan me trash pak, edhe e lalim shpërejtën. Edhe filli është gati, kom harru me cek se edhe 3 lugë të gjellës në shesi do m'ja qitë, pra mos harroni. Njëjtë që kështë kom pësu pra edhe tortën me 12 peta. Tash petat janë gati, tash e morim një tepsi masi 26 cm. Pra tamam tash i bjen prerje 28 cm, këto e qesim në tepsi 26 cm. E lyna me fillin e nxehtë pra. Korët janë ftofër edhe filli duhet pra me qenë i nxehtë. E shtrina fillin gjithandë, njëra në fill, një pit, njëra në fill, njëra në pit, pra mbushjen mundeni qysh doni ju me çfarë do lloj filli me këto peta ose kore për torte. Aty qysh keni qef ju, nuk është të thonë veç kështu, une më rëndësi dashta ta ndaj recetën me juve të koreve të torteve, mbushin aty qysh doni ju. Mu më desh qështu sepse qika me lypi. E lyna edhe koren e parafundit, pra për mi për jashtë lyhet me këtë fillin që e kemi përgatit. E shifni pra për tepsi tash 26 cm janë petat boll, sepse kur të pjeken ato prej 28 cm, si kur robat kur të lajna në një, që hinë maqinë, zboglohen për ndryshe, ashtu pra petat. Tash e qesim edhe koren e fundit ose petën edhe e lyne tash për mi edhe anash krejt duhet me ly pra me këtë fill. Ja kemi pastru qoshat tepsis, tashti e lojna pra tortën që të ftohet plotësisht. Pastrojna dur tona, e pastrojna deri sa të ftohet pra kjo e leni në frigorifer. Nëse provoni lumë shënduar të e ju beft mirë. Dekorimin mundeni me bo qësh keni qef ju si pas dëshirës. Pra, si për qefi, si për rastit lindje, si për rast që keni më shku diku i dharat, mami me aqi qështu një torte se me qua të veç shlag bash
çato s'mi po më hiq, për veti po flas, kështu që edhe bani mirë, edhe është më e mirë qitme, edhe ju kënaq. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them, miru pafshim.